Qëndrim erdhëm të segmenti tjetër ku përpara zgjedhjeve të 7 qershorit, pikërisht në këtë vend, kishte një grumbull dheu që kishte rshit këtu dhe dallimi është që tash ka një shpresë apo një shpresë asfalti, nuk ka plorë, por kërcënimi dhe rreziku mbetet i njëjtë. Sinjalistika, siç mund ta shoh dhe kameramani ynë atje, mbetet shumë kritike për çdo këtë që graviton në këtë segment rrugë, Dolc-Gjakov, Gjakov-Dolc-Klin, kjo rrugë përpason një kërcënim dhe rrezik të jashtëzakonshëm nëse ngazësit nuk i përshtaten edhe shpejtësisë së rregullave në trafik. Këtu banorët e Gjakovës dhe të Klinës ma kanë po hojrin veç të asfalt me oshtru. Kurse tjetër? Dheu, qysh ka rshit aty, shihen pomjet, është i njëjti. Këtu, mes rrugës. Dheu që ende është gati tuaj se tërshas nga ndikimi çfarëdoreshje atmosferike. Është i njëjti. Ai dhe mund të rshas. Nuk ka lëviz fare. Qysh e kena lënë dheu është. Edhe këtu, në kryq, në rreth, që këtu është si bypassi, pa përfundu, pa prek fare. Sinjalistik veç pluhun e ka nek. Dhe sani kryesor, edhe të herë në anku, nuk ka asnjë tabel. Këtu është drejt tabela edhe thot ki përshëndetje. I 4 veturi, 3 përshëndet. Edhe Bzopi më thot, s'po du me ti numru votat. E këta me tu pas këthy në vota krejt? Po jo, këta në vota jo, në sakti kam votat mi kanë qua, ta me foto pjesa ma e modhe. Po ka vjedhje të jashtëzakonshme aty dhe nuk po dojnë me mlon parlament. S'po dojnë me mlon parlament. Votat ti ka numru komisioner tjerë, partive tjera. Vetëm ndosë që ka posën. Vetëm ndosë që ka numru Partisë Demokratike. Edhe herën e kalume edhe tash. Bzopi tha, s'ki të drejt. Gjykata Supreme tha, s'ki të drejt. Po mëna as 24 orë ma kanë këthy vendimin. Në ora 19 e kom qu, në ora 9 më kanë thonë hajde merre. Ke ndonjë dyshim? Po qysh më në dyshim, në ora 19 e kom dërzu, 19:10. Në ora 9 më ngjas më kanë thonë hajde merre. A për gjysore kontrolloj dosjen a? Qysh ndodh kjo, po kjo ndodh është i gatshëm. Albinio ka do me na qunë fund gushtit zgjedhje. 19-20 gusht ka me na qunë zgjedhje. Përsëri. Je i sigurt? 1.000.000%. Kjo është skenari? Kjo është skenari, 100% jam i sigurt. Pse të na çoj zgjedhje? Pse është të serbizu Kosovën? Kanë fillu derën 300 aplikime në ditë, 400 aplikime në ditë që bën me marr pasaportat serbët në Kosovë. Na ka premtuar zgjedhje. Ka premtuar 1 miliard euro në këtë hekurull të në këtë hektorull të ndryshkurt. Jo, më rëshur në këtë trase të kësaj hekurulle që nuk është në funksion fare. Dhe 1 miliard euro ka thonë ta modernizojmë autostradën e re, ajo që quhet lidhja e Kosovës me Shqipërinë me hekurulla, lidhja e Kosovës me Maqedonisë me hekurulla, lidhja e Kosovës dhe me Serbinë me leshak atje me hekurulla. Jetu e përzien. Jetu e përzien sa ai nuk ka po premtime. Kam bota tjertë. Ai s'bën premtime. Ai nuk bën premtime. Ai vetë sot jap vitra. Po i referohem si premtim sepse ka 6 vite në pushtet dhe jemi në vendin e ngjarjes, një rrugë për 6 vite nuk është krye. E përdora si sarkazm, sepse në kanalin 10 ka thonë që nuk e kom bo asnjë premtim. Dhe ato video që i ka folaj vetë ka thonë janë montazh. 1 miliard euro për... Po s'pe pranon ai, çdo premtim që e bën. Çdo premtim që e bën ai nuk e pranon që ka thonë. Po jenë vendin e ngjarjes ku për 6 vite nuk u kry kjo punë. Që kjo është, nuk është. Ai beson atij premtimit. Çka i thuni qytetarëve që premtojnë 1 miliard euro për një trase të hekurullës Kosovë-Shqipëri? Zotre Berisha, qytetarëve çdo muaj vendet e njëjta komi tregu sa kanë shku punimet. Në çdo muaj do të jem vendet e njëjta ku janë duke punu qeveria e Kosovës. Në çdo muaj njëjtin vend komi kallëzu që ka punuan. E çau të punu këtu? E që të nuk është të punu kur gjë. A jeni të pona i kum punëtor jo? S'ka punëtor. Përveç që ti asfalti që ma kanë po hajrë mos po kjerat me pluhën e me lësh, ta banor nuk kanë po hajrë ma shumë prej me e këtu. Pom dhe 2 ura atje? Urat i pom atje, punëtort, me ka 4-5 punëtor, nuk i kry, nuk i pagu në kompanit. Edhe një segment tjetër që ishte në rrezik atje para se të vinin këtu. Edhe e tjetëri aty, s'ke kërkush aty, nuk e di pse njona me divju trakat. Çfarë rrugë është kjo? 2 kursi. Njona poshtë, njona nalt. 2 kursi lart atje. Ajo nuk është, nuk e di. Kjo është një të merë i Zotit,
Kjo rrugë, qysh po shihet, ka marrë jetën e njerëzve qëndrojnë. me qindra njerëz. Ka marrë jetën e njerëzve. Dhe duke që kujt për shtypjo reale nuk japë. As në hetimi nuk ka të thella, intenzive. Unë nuk e Diku di, për të adresuar nuk e përgjegjësinë. di për çka janë ata prokurorë. Nuk e di për çka janë ata prokurorë. Përse nuk e di për çka i marrin taksat, për çka i marrin parat. Nuk e di. Kjo këto don krim detajum. Kjo është krimi detajum. Se nuk është e mundshme kjo. Rruga mos më kryen që 2 muaj ditë, na jena kon sot 2 muaj jem. Jemi të binarët e Ti po më thu binar tanena, ish Jugosllavisë. ti po më thu binar tanena që ka Edhe ky premtu me premton maruaj halo si ka binarët binarët modern të pas vitit 2026. Çka duhet të mendoj sipas jush një qytetar kur ka pa një qeverisje 6 vjeçare të tij? Për zotën nuk e di ku janë qytetarët. Mu po më dhimen, edhe ata dhe vetja edhe muni që po rrinë këtë vend. 2 muaj ditë nuk është punu kur gjë heq, nuk është prek. Nuk po shohim punë. Që 6 vjetë nuk ka si punë këtë. Unë nuk e di qysh në 3 metrën e ka me vetë shtire mos, me 3 metra është shaja. Mos tankohen kur të desin antarët e familjes. Ja, Mos tankohen. Mbi tragjedin e Nuk ba mu anku, por unë ta dëshmoj që 6 vjetë së është punu kur gjë këtu. Qysh e kalon PDK-ja? Edhe këtu nuk është punu sen, parët janë hongër. Parët Albinjo ka do këty në. Ku janë në punët? Pse ka pranuën? Ku janë punët? Nuk ka në regull. Nuk është në regull. Talimi është që para 7 qershorit kur ishim këtu nuk kishte me bollok plon, tash nuk ka plon. Gjysma rrugës ishte këtu me asfalt, gjysa me plun që është prish, po për ndryshe dhe është njëjtin vend, nuk ka si gjo, s'ka lëviz dhe jo. Ju tha gjakovarve, gjithë kësaj mani vllazën. Edhe prapë po